Ministri për Evropën dhe punët e jashtme i Shqipërisë zoti Igli Hasani ka zhvilluar një takim me ministrin për Evropën dhe punët e jashtme të Francës Noël Barrot. Në fokus të takimit kanë qenë një sër temash me rëndësi lidhur me marrëdhënie dypalëshe midis dy vendeve tona, avancimin e projekteve të rëndësishme në sektor të ndryshëm, zhvillimet rajonale, bashkëpunimi së organizatave ndërkombëtare, procesi i integrimit evropian të Shqipërisë dhe komuniteti politik evropian. Të dyja palët kanë vlerësuar dialogun e fortë politik që ekziston aktualisht mes Shqipërisë dhe Francës, i reflektuar ky edhe nëpërmjet vizitave të nivelit të lartë të kohëve të fundit. Takimi ishte gjithashtu një mundësi e shkëlqyer për të diskutuar rreth rrugëtimit evropian të Shqipërisë, ku ministri Hasani gjeti rastin të shprehë mirënjohjen më të thellë për mbështetjen e pakurësyer franceze gjatë këtij rrugëtimi. U vlerësua përparimi i bërë deri tani nga Shqipëria në realizimin e reformave dhe përmbushjen e kushteve të BE-s, ndërsa Hasani nënvizoi se vendi ynë mbetet i përkushtuar të arrijë objektivin e anëtarësimit të BE-s brenda vitit 2030. Të dy ministrat theksuan rëndësinë e këtij samiti si një mundësi për të forcuar bashkëpunimin rajonal dhe për të nxitur angazhimin e përbashkët për stabilitetin dhe paqen. Në fund, ministri Hasani theksoi se Shqipëria do të vazhdojë të jetë një partner i besueshëm për Francën dhe Bashkimin Evropian, duke kontribuar në përpjekje për paqe, stabilitet dhe zhvillim në rajon dhe më gjerë.